Albin Kurti ka marrë në një situatë kur ka përfundu ajo, por i merr problemet që janë të mbetuna nga koha Shimthaqit. Asociacioni është vazhdon, është problemi kryesor i Kosovës, sepse stabilizimi i Kosovës dhe raportet me ndërkombëtarët, edhe me evropianët, edhe me amerikanët, varen prej kësaj. Edhe këtu është problemi, sepse Albin Kurti ta zonë këtë proces. Është shumë e vërtetë se i ka marrë, e ka trashëguar, si thonë, mund të thotë edhe kombëtarushës prej 2013, 2015, por atë moment them, tash po flas edhe si intelektual që ka taku një Brezi që është angazhuar dhe që ja don të mirën në Kosovë, se sot e gjithë ditën, unë mendoj se është dashur dal edhe të thotë, kjo është gjendja. Unë kom folë për bashkim kombëtar, poshtë për pjetë, ato binë poshtë. Ta thot atë që po thonë dhe Sheshili katërtënishin kur ka marrë, çka i premton britanikëve? Gjak, lot, mundime tjera. Se ishte 4 vjet ajo. Edhe është dashur aty të fillohet. Unë kom prit atë që ta thot, kom të kjo, unë do ta çoj më tutje këtë problem, pavarësisht tek si ka shku, të jap udhë kësaj. Nuk ka ndodhur kjo. Janë ardhur problemet kogja të rana, për shembull, është problemi me evropian, problemi me SBA-t, problemi i aleancës jetësore strategjike me SBA-n. Edhe unë këtu e shoh problemin e hapun të këtij rrugtimi, që unë e vlerësoj, po vlerësoj sot. Na i kemi qenë objekt politik një kohë. Kohën e Rrugovës, në kohën e Shimthaqit, jemi kthyer në subjekt politik. Tash ka rrezik që të kthehemi prapë në objekt politik, sepse vetvetiu mosmarrja me që për fajin e Kurtit apo për shkak të rrethonave gjeopolitike? Politikës, ti nuk mundesh me vlerësu, tash kur ta vlerësoj periudhën e Kurtit që është në zhvillim e sipër, çdo gjë lidhet me te, sepse ai ka përgjegjësinë. Veçmës kur ai ka luftu me numra me ato që unë e konsideroj shumë jo demokratike numrat edhe theksimin e numrave. Ajo është një qëndrim i cili është tepër i damshëm dhe automatikisht ty të kthen te ajo që ka thonë dikur edhe Platoni te qeverisjet, pse demokracia nuk është e mirë, sepse dy të kishte mujnë të mirë, dhe më thonë problemi i numrave është këtu. Por unë mendoj se ka përgjegjësinë. Epoka ti do të varet çfarë përgjigje do të jap aty në probleme që meten nga qeverisja Thaqit e tutje. Ku e shen rolin historik të ushtrisë qëllimtare të Kosovës ju? Ushtria qëllimtare e Kosovës është njëna prej ngjarjeve më të rëndësishme të shtëndërtimit tonë. Ushtria qëllimtare e Kosovës është një faktor i cili ushtarakisht edhe politikisht është më të rëndësishmit në geril e cila është më suksesshme në shekullin 19 po dhe 20 kur i marrim ato. Por ajo që është e UÇK-s, unë për saptimin si politikan, si historian, e them, është vazhdim i politikës me mjet e tjera. UÇK nuk është dashur kur as nuk e ndaj prej lëvizjes shtetëndërtuese, prej momentit kur ka filluar rezistenca institucionale, pasore, ka qenë pjesë e saj edhe rezistenca e armatosur, sepse edhe LDK-ja, ato celullet e para, kur i ka bërë, kemi pas komisionet për mbrojtje, vetëmbrojtje, që ku këmë qenë, unë sekretar. E keni pas, po se keni bo. Në fakt, luftën, UÇK-n e ka bo krau tjetër. E ka bo LPK-ja, e kanë bo... Aty është problemi se këtu gjanat, po kësë përdorën. Ta shikoni, këj krau tjetër shka thot sot. Akuzat kryesore, kundër Thaqit, Hagi bën këtë krau tjetër, të keni përvesu, keni marrë këtu, që nuk është e vërtet ajo. Duhet mi pa në një kontekst ma gjanë. Se dhe Hashim Thaçi, dhe gjithë ata, dhe familja e Shajt kanë qenë pjesë e LDK-s, Thaçi ka qenë në komisionin e Trivi, ka qenë i dërguar edhe to. Por, pse unë po them këte, ato komisionet e para, që kanë pas edhe këtë detyrë me sindikatat e policisë. Në 92, kur themelu qeveria Kosovës, ju dini, 2 ministrit kanë qenë themeluar të Bukoshi për mbrojtje për këtë. Aty është krijuar për thama parë, me kolonel Hajzera që ka pas ato
me pretendimin që këto të shkohet. Edhe, por ishte urdhni këshillave i 24 dhjetorit 92 i presidentit Bush që thotë dugni me nali Serbisë dhe këto. Edhe ajo ka qenë, këto duhet kemi parasysh. LDK-si është dhënë urdhën që shpejt. Femia Gani ka shkuar dhe ka folë, thotë tashni mu largu. Njëherë do ta lëm këtë dhe qeverisë Bukushit që është thonë, atë mobilizim nale, lejtë ngrim këto venin mbi këshyre. Edhe Amerikanë në njërë decisive dhe neve na kanë thonë, ju do të bëni politikë pa luftë. Na do të ambikëshyre. Kur vjen puna e luftës, të drejtohet për nesh. Po tash nuk u momenti. Edhe ato përpjekës që... Amerikanë ju kanë thonë këto? Po, kështu kanë thonë. Çfarë viti? Po, kështu kanë thonë. Çfarë viti? Në vitin 92. 92. Po, tu të tre. Pra, kur vjen puna për luftë, do të jemi ne. Na e marrim përsipër atë punë. Përndaj do të jetë luftë pa politikë. Kështu. Kvalifikimi është dhe dihet si ka shku. Por në këtë drejtim, cili është roli LPK-s ta shqip për mene? Ka një rol shumë të rëndësishëm LPK në drejtim, sepse u kriju një vakum për natë e dykshës. Dule një është një pjesë e madhe e aty në qishen grupet gerile, gjithë për jashareve, gjithë këti. Metën Zari Paraziti dhe tjerë, por nuk ishin të ndërlidhunin me një udhëheqje që shumë prej LPK-s më dhe atërbojshin vete që ishte një gabim ajo, po edhe disa udhëheqje që kësë e pranun atë sigmë, cilin më ndaj ishte jo rrave ajo, LPK ka luajtur një rol sepse filloi këtë vakum dhe këtë paknasie dhe këtë revolt në një mënyrë të ambikshyrë dhe mund të them krahas asaj Farkut që u filloi të organizohet mas masakrës së Drnisës, do të thotë jashareve, se Farku në 88-ën ka filluar të organizohet me këtë kolonel Krasniqin. Ahmet Krasniqi, po. LPK ka rol pozitiv aty. LPK e ka marrë përsipër organizimin. Edhe në një farë formë ata kanë qenë edhe të ndërlidhur me qeverinë Bukushi. Janë gjithë ato lidhje, po tjetër pse për arsye të rrethanave, anatemave, tjera ose janë mshef ose janë keq interpretu, po kanë qenë. Edhe unë e them atë. Fatkeqësia jonë është pse dështoi marrëveshja e Oslos mes Farkut dhe një tash përshkruajmë të UÇK-s. Po të vazhdonte ajo. A ka një personazh, jemi ka fundi i intervistës, kush është personazhi më negativ i historisë të Kosovës? Pra, po them 100 vjeçit, ose edhe ma larg nëse shkoj. Jo, nuk duhet merrem me këto gjëra, se as historian as shkrimtar, sepse këto janë shumë spekulative, shumë janë... Të cilat janë gabimet më të mëdha? Gabime, shiko, cili është gabimi më i madh? Gabimet të rrugtimit tonë janë dy lloje, duhet mi kuptu. Gabimet që i kemi pas nga kornizat geostrategjike edhe gabimet nga kornizat geopolitike. Gabimet nga strategjike janë prej lidhjes shqiptare për dhënien, se vazhdimisht na ka imponuar me qenë nënën e kundërt të fituesve.